unë nuk po mëj me hangër bukë se po më rrinë në hundë tjera e banjëve. Nuk janë nivelin cilin fëmijët mund t'i përdorin. Në javës fillon renovim toaleteve aty. Tualetet e shkollës Xhemail Mustafa në Prishtinë kundërmojnë erë edhe në korridore, pasi mungojnë disa gypa që parandalojnë kundërmimin. Pas një raportimi nga një prind për gjendjen e këtyre tualeteve, ekipi Kallzo.com ka vizituar shkollën. Ky është viti i dytë që shkolla Xhemail Mustafa mban mësim tërditor me nxënësit e klasave 1 deri 5, të cilët ushqehen me shujta në një sallë, jo dhe shumë afër tualeteve. Ju mungojnë esat disave prej tyre, megjithatë domethënë ata esat mund ndodhë që në raste të caktuara të futet aromë prej kanalizimit jashtë, të futet në ambientet e shkollës, por ajo ndodh vetëm kur ka era të forta në ambientin e jashtëm, i cili përmes kanalizimit e sjell deri mbrana tualetit. Esat janë pjesa e cila e bllokon ajrin të futet prej kanalizimit brenda në tualete. Mora në pjesë për prindit që mia jam nuk po hanë bukë për shkak të erës që pe e merë para se me shku në kuzhinë. Kjo ka qenë me e vërarë sa të janë pjesën që po hanë. Një klasë parë dhe të prindit sa e nana sa e mua, nuk ka drejtu me ata pjesën që mamë unë nuk po mëj me hangër bukë se po më rrinë në hundë tjera e banjëve. Tualeteve në 2 katet e shkollës nuk ju funksionojnë ventilatorët dhe ka një hapësirë shumë të vogël për t'i ajrosur. Pjesa e cila ajroset drejt për drejt me ambientin e jashtëm, qëndron shumë e vogël se në shumicën e tualeteve. Ventilatorët faktikisht janë të stërvjetruar edhe ata duhet të riparohen. Rezervuarët e ujit në disa prej këtyre tualeteve janë në një nivel të lartë dhe të paarritshëm për disa fëmijë. Ka zonat ku grumbullohet uji, ndoshta në disa raste, në disa tualete nuk janë nivelin cilin fëmijët mund t'i përdorin. Kurse drejtori i arsimit në Prishtinë arsyetoi mos intervenimin në tualete për shkak të bllokimit të buxhetit të komunës së Prishtinës që ende nuk është aprovuar për vitin 2026. Keni folë me drejtorinë të arsimit, a ka pas mundësi që gjatë pushimit veror para fillimit të shtatorit të rregullohet çështja e tualeteve? Me siguri nuk e kanë konsideruar si problem madhor, i cili domethënë me do e mos duhet me vepru shumë shpejt. Në javës fillon renovim tualeteve aty, kemi gjetë një donacion privat bashkë me drejtorin, që po donë me marë përsipër me renovu komplet. Gjendjen e buxhetit po besoj nëse për këto rrollë po shoh kronika që po trajtohet si bllokim. Nëse e shohni që punimet nuk janë kërkon, ose zotën e rrugë nuk kanë filluar hiç, atëherë me një urgjentë të thirrët mbledhja e Këshillit të Prindve, rekomandohet ankesa tek drejtori i shkollës sipas procedurës, pastaj drejtoritë komunale të arsimit. Shpresoj që ky problem do të eliminohet përfundimisht në periudhën kur e kanë nxënësat pushimin e vjeshtës, për arsye që ne si shkollë e kemi fituar një donacion i cili domethënë ndërhyrja do të bëhet posa të filloj pushimet e vjeshtës. Ankesa qoftë me shkrim, qoftë personalisht që ka ardhur dikush edhe mu ka drejtuar si drejtori i shkollës, që fëmiu im ka pas probleme shëndetësore për shkak të higjienës e cila ndodhet në tualete, nuk kemi pas.